Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ju ndjekës të kanalit Monitor TV dhe të lajmeve më të fundit të showbizit. Jemi këtu pranë jush me deklaratat të një pas njëshme që në fakt Linda Rej po bën brenda në shtëpinë e Big Brotherit, unë kështu do ta quaj sepse Linda vazhdon të jetë akoma Big Brother edhe pse është jashtë saj. E ftuar në për intervista të ndryshme, së fundmi në podcastin e Grida Dumës, Linda ka hapur edhe më shumë zemrën. Siç duket, inati i Olcës kundër drejt Lindës dhe mashtrimit që ja kanë bërë Lindës, e ka detyruar Lindën që të flet hapur dhe të nxjerrë atë sekretin e madh apo të heqin ato maskat prej fytyrës produksionit i cili realizon në fakt këtë Big Brother. Në një tjetër kapitull tensioni që po hapet rreth Big Brother VIP Kosova, pasi Linda Rej dha një intervistë me tone të ashpra në emisionin Më prit të dielën, emisioni i dytë në fakt nga podcasti me Grida Dumën, ku akuzoi produksionin dhe producenten Olsa Muhameti për shkelje kontrate, mos pagese dhe madje marrje të sendeve personale, do me thënë e ka akuzuar edhe për vjedhje në këtë rast. Në deklaratën e saj, Linda mohoi kategorikisht pretendimin se ndaj saj ekziston një padi, duke këmbëngulur se sipas saj ishte produksioni që në fakt e theu kontratën i pari. Ajo u shpreh se ka vite eksperiencë në televizion dhe e di se si funksionojnë në këto gjëra. Sipas Lindës, pagesa ishte e përcaktuar qartë në kontratë dhe duhej të kryhej në mënyrë javore, por kjo siç pretendon ajo nuk është se ka ndodhur. Në rrëfimin e saj ajo tregon se situata i ka rënduar psikologjikisht duke pretenduar lodhje ekstreme dhe presion emocional gjatë asaj periudhe. Akuza më të rënda lidhen edhe me pretendimin se përveç mos pagesës janë marrë edhe sende personale, duke pretenduar artikuj si këpucë, valixhe dhe aksesor të ndryshëm. Linda artikuloi këtë si vjedhje duke kthyer historinë nga një konflikt kontraktual në një debat publik shumë më të nxehtë. Në fakt, ju e dini shumë bukur që banorët brenda kësaj shtëpie, sidomos banorët të cilët krijojnë tematika, krijojnë debate, krijojnë situata, marrin një lloj pagese. Do të thënë, për të qenë pjesë e Big Brother VIP Albania apo Kosova, nuk është se do marrësh atë pagesën të shumë përfolur në fund që jepet ai çeku i madh me 100.000 apo 200.000 euro, por do të thënë pagesa e tyre është pagesë javore që banorët marrin. Kush merr 500 euro, kush nga banorët merr 700 euro, e shifra të ndryshme. Këto shifra që ne po dëgjojmë apo këto pagesa që ne po dëgjojmë në fakt lart dhe poshtë, që para se të fliste Linda ne i kemi besuar, por rezultuan që të jenë gënjeshtra, do të thënë nga ana e Olsa Muhameti si producente në këtë Big Brother. Linda Rej ka treguar që Olsa së bashku me grupin e produksionit edhe i kanë vjedhur gjëra personale që Linda më nuk i ka. Do të thënë, në qoftë se nga kjo që unë po kuptoj, në qoftë se do t'ishte kërkuar edhe një eksperiencë tjetër Lindës në këtë reality show, nuk do ta kishte bërë fare. Do të kuptojmë që Big Brother VIP Kosova në këtë rast po dështon dhe po përfliten edhe për hajni, ndërsa një akuzë që përflitej që ishte hapur kundër drejt Linda Rejt nuk rezulton që të jetë e vërtetë.